Komisionerja e BE-s për zgjerim Marta Kos është shprehur skeptike në lidhje me propozimin e kryeministrit Edi Rama dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, të cilët bën thirrje për përshpejtimin e integrimit të vendeve kandidate në tregun e përbashkët të BE-s dhe në hapësirën Schengen, pa marrë të drejtën e vetos. Sipas një artikulli të Politico, Kos ka deklaruar se nuk është e sigurt nëse Vučić dhe Rama e dinë se sa duhet të arrijnë nëse duan të jenë pjesë e Schengenit. Komisionerja për zgjerim theksoi se hyrja në strukturat kyçe të BE-s mbetet e lidhur ngushtë me përmbushjen e plotë të reformave dhe standardeve të kërkuara nga bloku, ndërsa u bëri thirrje shteteve anëtare të BE-s që nuk e mbështesin idenë e Komisionit për zgjerim të propozojnë planet e tyre. Disa javë më parë, në një editorial të përbashkët, Rama dhe Vučić shprehën zhgënjimin e tyre për procesin e nisur që nga viti 2013 dhe propozuan një qasje të re në procesin e integrimit në BE, integrim të shpejtë në tregun e përbashkët dhe zonën Schengen, përjashtimin e të drejtës së vetos dhe në këmbim propozojnë të mos kërkojnë funksione të plota institucionale.